Ove ti gërvërë, pa u hapur. Ore, ti e kupton që ti këto gjera të pusin të listën e zvezda, po se kupton. Pikërisht kjo sjellje që ti bën, kjo të çon të futesh veten tek lista, se ti nuk kupton. E ka djali jam. Djali do të duke dhe si të vronari do re. Që të me ku kam bërë në lista. Unë jam të disë vëzdet e djali më i mirë nga mua. E kupton? Shaka djali. Djali do me Po ratë djali si da një pronari. kush perfekt olla, të s'ka njëri perfekt, përveç se të madhi zot. Po ne të gjithë jemi perfekt, përveç se zotit. Në rregull tani, ore Klevis, edhe Semi ta tha, se çu funksionon, ore Klevis. Duhet të pranosh realitetin, vëlla, dhe s'ka asgjë të keqe. Duhet ta pranosh realitetin. O vëlla, për ty merr pjesa, nuk merr pjesë në gër vendosun. Ta tha Semi, po ta them dhe unë shqip. Ta nuk kupton. Duhet të plotësh Po këtë e tjerë. në shkurt olla, një sekundë olla, për dhe shkurt. Ba ta them. Urna. Në gjohë, zoti ta bëm mbarë, falenderit, ta rujtë zoti familjen dhe qa ke për zëmër. Ka problem, ne qa të pyp jetë e liste zezet, e liste kushjet, e liste jeshile, po. Unë do rritë në TikTok, da zoti ta bëm mbarë dhe gërgëri, dhe spete që mos do. E kupton? Që mos i prish punë unë, me demek që gjoja unë prish kam punë edhe jam. Da na vetë jam. Se ty, profesor Sysjas, dhe na vetja. Vetëm ne dali na vetja. Djali ishtë mrekullueshëm djali. Zoti ma, do rish vetëm këtu tek TikToku. O profe, a ka përkthejmë çka tha? Ka pa Jovan Bregi, Më ka pa mirë. Jovan Bregi. Me pa Mos fjalë prishe, deshte të nuk mos thoshte. prishe me njerëzit e mirë. Jam rregull, Pa vazhdo fjalë jam atë, bërë. ose ky ka atë egon që në qoftë se mua ju nuk më lejoni, unë lare se s'po vi vet. E kupton, ka atë egon e tij aty. Me pa fjalë refuzon të vite gërgëri, qoftë nuk pranohet. Ta ego, Po, ti që se pranohet? Jo, e morëm me që ka rregulla. Nuk për të vitë qintero, valla. Jo, rregulla ka vlla. Po në qoftë se ne Klevis të themi që ti do bësh pjesë e gërgërit, a do vish? Ure valla, unë do pi mua bjende pronarin që e kam ku live, valla, ashtu, dritare. Ore, tani ti ças kuptone vëlla. Që do flas me ty, unë kam pronarin këtu. Pronari e ka Ore, lënë po. dorë këtij për ashtu, a kupton? Ore, kam unë në dorë për ty, o ti s'kupton akoma, për ty edhe për shumë të tjerë, ore. A kupton apo? Se ju nuk kuptoni, ore. Ju shikoni nga cmojë mu me këte, po nuk e dini raportin, ore. Ta ka dhënë për mua ty ky. Po jetë lista ime ti vendosun, ore. Ore, Je ti? ç'mira i ka kalon ty në dorë, valla. Ore, je ti dhe të tjerë, nuk je vetëm ti, ore, që Ore, vendosun. je tjere, qa bjene, Tas- ma kalon për ty tas- mua tjere. Vetëm për tas- mua, re. Kozak, ti Klevis të shpjegoj. Edhe kozakun unë e kam të lista, po le e kozakun. Të shpjegoj pak Klevis. Ju kom dhanë, ja u kom bo një kërkes disa personave që të formojnë listen për ata persona që si mbas tyre mund të futen në gërgër. Që nga fundi kavallos me internet. Po unë e ti e na ko, do kredi shkët mua bet, a kupton? Kështu që profja në listën që i ka përvelu, më tha sante që të ka futë edhe ty në listë. Se ku jeti në listën, më nuk e di. Se jetë e lista që do hysh, se jetë e lista që synë o Klevis. Profesor menaxherua. Po, ka marrë 500 kë për këtë punë. Klevis, unë e kam bërë kontratën 500 kë. Du se Rime am buket djath. Rrim në kredi, Rime haj am buket buket djath. djath, profesor Rrim me në hajmë tek buket lak djath. djali, Rrim në menaxherua. hajmë buket djath. O Klevis, gjoj sekund vaj, unë kam marrë 500 kë për këtë muhabet. Dhe është pjesa ime, është puna ime që unë do ta bëj vaj. Kupton se s'ka asgjë të keqe. Tani, në qoftë se ti zoti Çela, do marrësh pjesë aty apo jo, do vendoset në ditët e vijim. Do të paraqesim kontratën, se do firmosësh kontratën, nuk do hysh kështu. Pa se po hyj unë, se dua unë të hyj, se jam Klevisi, e kupton? Është me kontrata ty. Mira e morën vesh ose e thua 500 ere, morën vesh e punë. E morën vesh ose na qive maçën. Do firmosësh ore, e kupton? Do firmosësh kontratë. Dhe në momentin që pranon kushtet, atëre pasandaj do vendosim nëse ti do bësh pjesë e gërgërit apo jo. Aty do vendosim pastaj edhe se do jesh 75% apo 100%, do ta diskutojmë edhe atë pjesë, po do ta shikojmë me kalimin e kohës.
Do ta shikoj. Po dole nga kontrata, normalisht pastaj do bësh ban. Edhe nuk do kesh mundësi të hysh me tek, nuk do të mbyllet live një herë, do të mbyllet për gjithmonë sy në ngërgër pas. Po do ta shikojmë një herë, duhet pësosh një kriteret për të hyrë. Në datën 6 hapet çuna, në datën 6 shtator. Po do be, po ti je burr, do marrësh ti. Po baza sem do plas me pjuna apo do plas me menaxherin? Po, vëlla, ky s'më ka vesh, vëlla. Ka jo që do të thevi, vëlla, që do folësh me profesorin, ashtu. Bëre një termin me menaxherin edhe në prezencën e tij flasim, s'ka problem. Nuk merr vesh ky termin. Thot lej takim, lej takim me menaxherin edhe të flasim tash. A do? Po si ku ta them çuna, valla. Mos o Klevis, si Po, sekond. baje menç apo thua? Klevis, mos Dëgjoje u vetë nxito. kur të flasësh. Mos u nxito Klevis. Nuk i dihet në çfarë pret në takim. Mos u nxito. Mund të jetë takime që ti marrë Në takim. Takimi që merr giftet 100%. Nuk i Mund dihet. të jetë edhe që merr 75%. Mund të jetë që nuk merr pjesë. Mos nxito kur të Mos flasësh. nxito, shok, prit takimin. Klevis, listën që e ka bo profja, e ka bo një listë për 75% edhe 100%. Edhe është një pjesë e listës që janë black and brown. Do me thonë ti varet ku e fut. Tani ti, kaq shok sa e ke profesorin. Ku mendon se të ka fut profesorin? Ku dëgjon unë çfarë ka bërë djalë? Nuk di që fare, s'jam Po ai. ai ke shok, a ke besim ke shoku jot. Ora s'di që fare apo më. Ore ti o vllai me intuitën tënde, a ke besim? Do të bëj. Ore shok, a ke intuit me intuitën tënde, çfarë Nuk di mendimi që ke? fare çka ka bërë djalë, valla. Po çfarë mendon ti me veten tënde për profesorin? Çfarë të mund të ketë bë? Ka fut ke 75, ke 100% apo ke blacklista? Ke lista zezë. Ja u ke pyetur. Po tjerë me veten tënde çfarë mendon? Se di apo. Ere ti profe. Ka besim fare ke ti. Do ta diskutoj me djalin, do ta shikojmë edhe mënyrën e reagimit se si do reagoj, edhe pasandaj do ta vendosim një ditë para se të hapet gërgëri. Komisioni Hapet në datën 6. Komisioni u caktuar me datën 31 gusht. Shqe i thot njoni o profe, të ka vënë me 500.000 lekë rrogë muj, thot. Po edhe rrogë muj ore mund t'i dhe molla, nuk është që t'i tani, e kupton, do t'a shikojmë, do shikojmë opsionet. Do shikojmë opsionet. Po 500.000... Vere me qëtësim, me sportivitet edhe semi ta tha. Qa përfshin kontrata brenda aty, o zëmë. Ha? Kontrata, qa përfshin brenda? Kontrata është vëlla që do bëjmë marrëveshjen që sa orë do rish në live në ditë, si do paguesh. Për shembull mund të vëmë në kontratë që ti duhet të rish të paktën 6 orë në live. Me kë duhet të hysh, me kë nuk duhet të hysh, do kesh një listë. Për shembull, nëse te lista do jetë që do hysh me Kozakun, një herë në javë duhet të hysh një herë në javë me Kozakun. Nëse te lista do jetë që do hysh për dita me Kozakun, do hysh për dita me Kozakun. Pra do bëhet një marrëveshje vëlla. Në bazë të marrëveshjes, edhe do paguhesh pastaj. E kupton? Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë për tu çuditur. Edhe duhet të vishësh serioz aty, shok. Jo të dalësh me kanatierë. Po ver, nale mikrofon se na bombardove. Jo, unë jam të homë, vëlla. Është e hunë. Të qa ka me garantiere djali? Po duhet dalë serioz edhe o kështu. Fjongo o koran. Me të mirë në shpia, malla. Po Klevis, gjoj sekonda, ani që të kuptohemi. Te gërgëri vlla do mundohemi që të paktën njerëzit ta vetë kontrollojnë vete. Te gërgëri do mundohemi që njerëzit të paktën të japin diçka dhe të ofrojnë diçka në live, jo të hyjnë aty dhe o burra lek se duam lek me. Me fjalë te gërgëri gjithsecili do jetë creator, krijues, do krijoj diçka, do japi diçka.
Nuk ka aty për shembull do hynë edhe do bëjnë çfarë është bërë TikTok këtu, sharje, ofendime, lloj-lloj dallaveresh, lloj-lloj gjërash. E kupton? Ti aty do hysh vëlla, Me o për të skenar. kërcyer, o për të kënduar, o për të bërë dënime, o për të bërë diçka pozitive. Për shembull, nëse ti aty del nga vetja dhe fillon jo kështu pa ashtu, vesh ban një herë mirë shoku dhe nuk hyn me, kupton? Dhe nuk ka të kesh menaxher, aty do jesh kryusi vetes tënde dhe ato që lek që merr ti direkt e banka jote. Nuk ka Nika çfarë fajsto. Nuk zoti. tike, do me menaxher ti. Jo, ika çfarë, nuk zoti. Flas vetëm me Unë me këtë mendje që ke ti s'ke për tyr fare re. në atë listë ke vënë mendin ke vënë bank të fundit. Mua nuk është bank fundit ti, djalin. Unë Që ti se ke marrë vesh akoma çfarë bën? jena interesante vëlla. Unë Glevis, seriozisht e ke ti? Pse lexon komente nuk e ndëgjon që po thot profja. Profja të fol shumë qartë. Po s'po Po do ti na të prëni kuptoj. me kontrata, çfarë kontrata? Po të bëra në gabim. Edhe një herë tjetër, Kontratën e ka profja. Ti ato fol që ti duhesh disa kushte mi plotësu edhe mi respektu. Kaq, se të dhona si gjatë tjetër. Ja kuptoj. Do jesh zari profesi thotë. Jo, Por është shumë e thjeshtë o Glevis. Është super e thjeshtë. Ta nuk kupton. Jo re, nuk po tallem, jo çuna. E para njëra adresën që do ketë vetëm djali. Dhe nuk do ketë aty sharje, ofendime, dallavere, Po, gjëra valla. që janë bërë në TikTok. Po gallata. Ure gallata dhe humor do ketë. Dallata nuk ka sharje. Po kështu na një fjalë të çifsha miu, na një gjë. Po jo pra, do ketë gjëra të tilla. Fare asgjë fare. E fare, do Fjale- jetë program familjar o shok. Fjallën çifshat kthejmë TikTok me njerë, mësë mërzit, se hu venin TikTok. E kupton? Do harroj unë, e ke parasysh, do harroj. Po jo, po prandaj tham do bëjmë kontratë, o shok, se nuk Prandaj kam pra kohë. vllai duhet vesh kollarin që të thush jam zotni. Dhe kur ke kollarin nuk shat dot. Se sta të le Do kollarin. harroj unë, do harroj unë. Ore Klevis, tani ai nuk po bëhet një program që të jetë një lloj si TikToku dhe ne të ndrojmë thjesht faqe. Duhet edhe ne të jemi më korrekt me njëri tjetrin, më korrekt me publikun, më korrekt me njerëzit që na ndjekin, më korrekt me suportuesit. E kupton sepse është edhe diçka. Nëse aty do të fusim te lista që ti do t'i marrësh 100%, e kupton, duhet një seriozitet akoma më i lartë. Ore. Se lekun mund ta duam ne të gjithë që ta marrim 100%, po duhet shfaqim edhe seriozitet. Duhet të dimë si të sillemi, duhet të dimë si të qëndrojmë, duhet të dimë edhe çfarë të japim. Jo, hajde futja të fusim. E kupton? Tani, ti do që të paguesh me rrogë mujore, apo do që ti të paguesh me sa gifte merr? Po dhe dy, si ta shpjegojmë tani, si është atë? Për shembull, nëse ne të ofrojmë ty një kontratë të hysh 6 orë në ditë me një rrogë $5,000 në muaj, a e pranon? Me këtë rast dellim edhe vishek zjarre, nëse e pranon. Në mirë futem 2-3 orë kështu, aq e kam, më shumë s'e do. Për asë 2-3 të orë. rrugë që li dernata në vot. Me fjalë të hysh 2-3 orë në ditë me $5,000 në muaj. Jo çfarë ti marr kështu direkt me rrogolla, lidhe me kontratë fare, s'po kam unë me kontratën. Me fjalë, kontrata është kështu. Edhe sikur nuk e njerëz që dëgjuajnë, ti prapi merr $5,000 në fund të muajit. E kupton? O Klevis, e njef rasimin. Kë vlla, Rasimin e njef. e kam parë ku në për TikTok po. Rasimi ka pranu me marrë edhe pula si dhurat. Pula, Po, Por, Mario, çfarë të më? Pa gjel, vetëm pula. gjele është vetë ai. po kozak. Për shembull, o Klevis, nëse do të bëhet një vërtet një kontratore, ka gjëra që do ashore.
Në qoftë se unë da rritë në e galatën, shkep në i bëja pra një gjithë Se vogële. t'ja për i letë dokumentet. Thot, Mos ato u dalë pajtosh vetë, me ja, unë- Klevisin, thot, vetëm ti më Më mirë pajtosh. ta ke mirë mua betin. Që mos të bëjmë bana ndë unë. Bana e latë na i gjë nuk është pikant i gjë. Po the me familje në Shqipër. Nga shka s'goja pra një gjithë të voqë këllë fare. Po me kozakun, a do hysh të gërgëri bashk? Levis, a do hysh me kozakun në gërgër live të dy me njëri tjetrin? Jo. Jo. Po do të avem në kontrat ne që duhet hysh të pak të njërë një javë. Vijemi në një tjetër tjo, se pak do vitë njërës plot. Ule, tani është puna se do vendosim me ty, ne me këto yshore, se do vendosim me... Po çuna, qa botër, si ka lutë? O, Sem, o, profe. U basa se, mi ka një në. Pasim prapë. Se më qa ka? O, në zarë, qao, profesor, në. Po qa ka Ule, më pse ikë në shop? Në, pasa. Ule, pse ikë në re? Pse i kova, qa ndodhe? Me flesh të qudit që më dhe. Vetëm ti o Sem kishe pajtu me atë për zotin. Hajde lartë, Klevis. Mos dila që së është tur, po Te këtë. iku djalim.